Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka në seancën e sotme plenare ka reaguar me tone të ashpra ndaj miratimit të ligjit për barazinë gjinore. Ku ju me atë ligj vendosët të shkatroni përfundimisht familjen shqiptare, pasi ish populluat, pasi i varfruat, pasi e inkriminuat të shoqëri, tani ju erdhi momenti të jepni goditjen e fundit shkatrimit të familjes me qëllim për të shkatroni këtë shoqëri. Dhe një shoqëri që i ka mbjetuar luftrave, po shkatrohet me vendime dhe me ligje politike. Gjithashtu demokrati u ndal edhe tek përjashtimi i Berishës, ku tha se ishte një makinacion për të fshehur zhurmën publike që shkaktoi ligji për barazinë gjinore. Ju përjashtuat kreun e opozitës për një deklarat që u mbajt jashtë kësaj salle dhe që nuk ishte asnjë kontekst fyes apo ofendues për askëm. Ishte një deklarat e cila citonte mot a mo thënien e një ambasadori në një emision. Por ju të ushqyer me urrëtie ndaj opozitës dhe kryesisht ndaj kreut saj, e keni të pamundur që të pranoni të vërtetën. E gjithë ajo që bët ndaj Sali Berishës është urrëtie ndaj së vërtetës. Dhe gjithashtu, si që mësuar të lëvizim me makinacione, e gjitha ishte një makinacion për të mbuluar zhurmën që po bëjnë në opinionin publik për të famshmin ligjin tuaj të barazisë gjinore. Noka është shprehur se kryeparlamentari nuk vepron si përfaqësues i institucionit, por si ushtar besnik i partisë dhe pjesë një skuadre pushkatimi politik kundër opozitës. Kemi mbi 2 muaj që presim që në atë vend ku jeni ulur ju të shohim të ulur kryetarin e kuvendit dhe jo ushtarin e partisë. E them me keqardhje këtë, sepse nga seanca në seancë ju po demonstroni që vetëm kryetar kuvendi nuk jeni thjesht një ushtar besnik i partisë dhe ajo që është më rënda, jo thjesht i partisë, por ushtar besnik i skuadrës së pushkatimit që narkosi që është pak para jush aty, ka caktuar ndaj opozitës, i pushkatimit politik.